Emisioni Studio Debatit ju fton të jeni pjesë e një edicioni të veçantë me kandidat për deputet, ku do të trajtohen temat më të rëndësishme politike, sociale dhe ekonomike që prekun drejt për së drejti qytetarët e Kosovës. Ky emision synon një debat të hapur, pas kënor, ku kandidatët kanë mundësi paraqesin qëndrimet e tyre, programin politik dhe vizionin për të ardhmen përballë pyetjeve konkrete dhe diskutimeve reale në studion e Radio-Televizionit Fontona. Gjatë emisionit do të ketë edhe elemente të papritura që do të testojnë gatishmërinë, sinqeritetin dhe qartësinë e kandidatëve. Studio Debatit, hapësirë për ballafaqim real të ideve dhe përgjegjësive politike. Pjesëmarrja juaj do të kontribuojë në informimin e drejtë dhe transparent të opinionit publik. Ftesa është e hapur për të gjithë kandidatët e për të bërë pjesë e këtyre debateve, kontaktoni Radio-Televizionin Fontona. Edhe njëherë po ju them mirë mbrëma dhe po shpresoj që me këtë edicion të këtij emisioni, promovues të kandidatëve për deputet të Parlamentit të Kosovës, të cilët garojnë për në zgjedhjet e 7 qershorit e që jemi në javën e fundit, ne do të vazhdojmë me promovim të kandidatëve, të meritave të tyre, të vlerave të tyre, pa dyshim edhe të premtimeve të tyre, se çka ata në të ardhmen do të ofrojnë qytetarëve të vetë, do të ofrojnë votuesve të vetë për mandatin e ardhshëm qeverisës. Kandidatët i kemi nga më të ndryshmit, nga pothuajse të gjitha subjektet politike, dhe secili prej tyre është i mirë së ardhur dhe i mirë pritur për të shpalosur programin e vet këtu në studion e Radio-Televizionit Fontona. Sonte kemi një kandidat pak më të veçantë se vjen nga Drenica, është ky Tahir Çitaku dhe garon në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që mban numrin 128, lista baza Aleancë, ndërsa vetë kandidati mban listën 109. E veçantë dhe specifike e këtij kandidatit të sonte është se ky vjen nga Mërgata, vjen nga pjesa më e heshme e kombit tonë. Dhe të shohim një mërgjimtar si është jeta në Kosovë, por pa i dhonë të drejtë të bëj krahasime dhe të tërheq paralele mes asaj që e kemi këtu dhe atë që e kanë këta atje. Për shumë çka ja u kalojmë. Prandaj jemi në garë për zgjedhje edhe me këta kandidatë ri dhe deputet ri që të fitojnë, po shpresojmë që ndoshta edhe t'ja kalojmë perëndimit. Tahir Çitaku. Tahir, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjej. Shumë faleminderit edhe për mundësinë. Më nxit kom zonë. S'kom një ika, shkuvaj, këtu kalojnë, apet jesim. Ekip plotësisht me drejt, po me që po duket diçka e mirë, që po bëj diçka mirë, është kogja problem më zonë, se Thil Mastejun du të me jashkel të tërka. Po, e kom parasysh. Për ndryshe Tahiri, lirisht mund të them se është istogali, sepse banon këtu në istog të objektet e panoramës. T'ju them të drejten e veçanta e Tahirit, edhe respektin që e ruju në për këtë familje, është Hashim Çitaku, edhe është baba Kadria, po? Jo, Tafili. Tafili, më falë. Haxhi Tafil Çitaku. Haxhi Tafilin unë e du më shumë se Hashimin. Njeri jurt, njeri zotni, kur kalon ka radio kësaj dhe s'do tjetër vish me pa ka ecë. Ta mon asi zotni i vjetër. Tahir, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe edhe një herë. Mirë se ju gjeta Vacazic, edhe herë faleminderit për mundësinë, kënaqësi të jem këtu me ty sonte. A është hera e parë që merr pjesë në këso fushata, sepse ti vjen nga perëndimi atje, përpos që ke marrë pjesë si votues, ndoshta a ke votuar në Kosovë ndonjëherë mas luftës? Çdo herë. A çdo herë? Çdo herë, ka marrë votimin e fundit, me mëngjes me votu dhe më kthyn akşam. Mrena dite, ke orë vish me votu. Do me thonë çdo herë kom votu.
E atje voton ti vjen nga Zvicra, po? Ashtu është. Unë vjen nga Bazeli, atje kam jetu prej vitit 1994 deri në vitin 2020 dhe kam dalë me banu në Gjermani, por kretë jetën, kretë punën e bëjmë Bazel në Zvicër. Po në fakt, do me thonë Zvicër e kam ma shumë se gjysën e jetës. Bazel. A bën pak një letër njoftim të shkurt me ditë, shikuesi dhe dëgjuesi tonë kush është Tahir Qitaku? Po, Ka ke jetë deri sot? Unë jam i lindër të Qitakt, që të kaj shime i Stogun, jam nipi i Stogut, i Zhakovës. Shkollën fillore edhe të mesme kom përfundu në Kosovë. Në fakt, me 16 vjetë jam shku me lu futbol, që jam ko futbolisti mi në Gjermani, por s'kom arrit dhe jam këthy, dhe 2 vjetë e shkollës mesme i kom kry prap në Leqin, se na kanë pas mbyllë shkollat armit 7 herë, dhe nuk kom mujtë në rënik me vazhdu, e kom vazhdu edhe 2 vjetë në Leqin, po, dhe jam shku, dhe me thonë, në Shqipëri kam jetu me ndërprerje ofër një viti, dhe prej aty jam shku në Zvicër, dhe në Zvicër jetoj prej vitit 1994. Kam përfundu shkollën e mesme prap, por shkollën e mesme të mjekësisë, drejtimin e geriatrisë. Kam përfundu atje tani shkollën e lartë të menaxhimit të informjerisë dhe punëve sociale. Kam përfundua shkallën e parë, dytën, tretën të pedagogjisë për të rritur në Zvicër, më të lartë në Zvicër që ekziston, me titull të mbrojtur, dhe tani jam të e bë magjistraturën. Aja ki po hajrin shkollës atje? Po veç ke studiua? Shi që na kemi, kjo pjesë që më pyte Bacazeq, kjo është edhe një shkas që ju marë me kandidu. Po pra? Ne shkollat atje i kemi dual mësime që i thojmë. Do me thonë, ne edhe shkollohemi teoretikisht, mësojmë diqka, po 60% e ma shumë bojmë praktik gjatë shkollimit. Prandaj, përfitimi është shumë i madhë dhe natyrisht kom përfitu shumë. Punon profesion tonën atje? Po, Bacazeq, na me 2 vëllezrit kemi kompanin tonë prej shtatorit vitit kalum, edhe me profesorin Fadil Qitakun. Kemi këtë kompanin tonë të informjerisë. Fadilin e komoj ranë së ty. S'ka problem, është drejtë e jutja, është demokraci dhe është drejtë normale. Tash nëse muj me ndru nëse bosh deputet, muj me ndru se muj me të bo, ndoshta më pas najtë profet. Ja, u pyte, jo, është e vërtet, dhe na kem kompanin tonë, kem shkollën tonë, kem akademin tonë. Me qenë se akademia është e Fadilit, Akademinë e Shkenca u komunet njeri me ba dhe magistraturë dhe doktoraturë. Kurse në shkollën tonë të përbashkët me profesorin e kem ndimës informjerin, kretë njoftën kretë Zvicrën dhe në 6 kantonet e Zvicrës i kemi licencat e punës për informjeri që jena pronar të firmes Ecospitex Bazelit. Kjo i bjen si loj universiteti, si loj privat akademi? Po, akademia është si universitet privat, po, absolut. Shkencat leadershipit, inteligencës emocionale, jeni certifikumet pranuar ndërkombëtarisht, licencuar me krejt. Po, 120 profesor punojnë për neve, vetëm për akademin, ose për profesor Dr. Fadil Qitaku. Shumë bukur. Ne në familje kemi mbi 16 akademik, të ma 16 akademik, që janë vllazën, motra, me magistratura. Jo rreth hiç, po qikat e vllaznive, e kështu me radhë, djemt e vllaznive, e kështu me radhë. Domethënë kena, ne kemi mesën Fatjona Qitakun e cila punon në vartis, në zbulimin e medikamenteve. Domethënë është diçka e jashtëzakonshme. Ose qikën e vllav Dorentina Qitaku që ka punu në Mercedes, që u kanë për gjetë se për 30 punëtor që punoj vetëm me botën e jashtme. Kemi të jashtëzakonisht. Qika jam që është punon në arkivin e shtetit Bazelit, me krejt me magistratura, doktoratura. Jemi familje e shkolluar, absolut po. Mirë. Dhe shumë të knaqën. Shumë bukur. A mundet më shpresu Kosova që njerëzit si ju, ato që keni arrit në përëndim, a keni mëndu në herë me prunë Kosovë e mjau po hajrën edhe Kosova? A keni mëndu këto? Po, Bacazeq, që kemi mëndu shumë dhe punojmë në atje, nas nalim i korë. Kemi këshillin për avancim kombëtar, të cilën e ka formu profesor Dr. Fadil Qitaku me Zotri Gashin bashkë dhe ata punojnë me 30-40 hektarë. Me eminent botëror që vinë nga rënje që nga Kosova, Shqipëria, Ilirida,
Preshiva, Bujanovci, kështu me radhë. Domthonë janë shqiptarë të kalibrit botëror që punojnë natë e ditë që të avancojmë kombin tonë. Duhet vetëm me na lanë me dashtë, edhe duhet me na lanë me dhanë, edhe duhet me marrë qeverit tona nga ne, nëse dojnë. Në një vend, kur nëse nuk e din, unë e kom prunë 2017 të pihin e futbollit pej Bazelin Ronik. Aty ku na kanë rro policia, është sot stadion i futbollit. Dhe aty ku më thonë miku tim në atë kohë Sami Lushtakut, edhe në këtë kohë, lena një ta dojmë se e dojmë shumë këtë Kosovë. Dhe fakt është që ashtu me bashkëpunimin me komunën dhe qeverin, ku ishte kryeministri Ramush Haradinaj, ne e kemi marru një stadion të jashtëzakonshëm. Po. Vetëm pak se kemi një grim problem me telefon, po na krijon pak mikrofoni, edhe këtë do ta rregullojmë. Sekondat janë pyetje, edhe vërtet janë këtu impresionuese, sepse tregu ndërkombëtar duhet me zbrit edhe në Kosovë, tregu ndërkombëtar. Nuk mundot Kosova me ecë kështu qysh jemi. Patjetër, duhet. Po, konkretisht a je interesu? Shqyqa, jo konkretisht unë se kësha bo heq, mos me pas kanë interesun, po kur unë pyte pare, para prakisht të me ta bërë që me ta dho përgjigjen, ajo më angazhu për herë të parë. Unë për herë të parë jam kandidat për Parlamentin e Republikës Kosovës. Angazhu, unë kom ndihmu shumë, do me thonë, karriera jam ka qenë pe fillimi, unë kom konë shumë aktivist, vitet tëra shumë, tani pak ma pak, familje, kështu po, unë që i kom shërby PDK-s 26 vjetë gati, deri me tani. Dhe kom kalu të AOK-ja që ka arsyet ndryshme, për me ndihmu procesin dhe me ndihmu një njeri të jashtëzakonshëm që është ish kryeministri Ramush Haradinaj, një hero i gjallë, një njeri që nëse mundet njeriu, truri i njeriut, po profesori thot që mundet, profesor Farid Staku thot që mundet, me e para shikuese, me para mendu mas asoj deklarate Gjems Rubinit, me menu veç kush ka konë Ramush Haradinaj, shqiptarët, unë e besoj që ju 50, po 80% ishtë duhet mjalla votat. 80%. Një njeri cili ka punu me cian amerikane, në rinin më të hershme tina dhe modestia e tina që se ka thonë se ka publiku, duhet bre mu shpërblykja, ne duhet me kanë, ne shqiptarë duhet jem aq inteligent, që me thonë, ka dalni, të e din bërë mësi e këtu në bje, e këtu e këtu në bje, qa keni hjek gjatë luftës. Edhe nuk o largë bre, është qaj njeri që e ka bajt Kofobë në vladë vetë 2 kilometra në shpinë. është qaj njeri që ka bashkëpunu me cian amerikane. Di qa dhe me thonë këto? Kur kanë armiq tanë kanë menu, jo mërë këta në klasit 2-3, a i zotnia atje ka bashkëpunu me cian amerikane. Nuk e di apo në rrug truni apo jo. është shumë e çuditshme pse s'na rrug. Kthejna prapë tek kjo janja. Unë kom shërby, kom nimu gjithmonë Kosovës, kom paka shumë me dinë edhe të këtë pjesën humanitare, me shtëpia këtu në Stok, në Vushtrin, Skenderaj, e kështu gjithmonë jam kon aktiv në humanizëm, por unë jam kon kandidati i parë shqiptar që ka kandidu për parlamentin e Bazelit në 2008. Dhe kam eksperiencë shumë të madhe atje. Një herë jam kon këshilltari i Ministrit të Sigurisë, Policisë, Migracionit në lemin e migracionit. Unë kam eksperiencë jashtëzakonisht. Këtë eksperiencë po du dhe dëshiroj ta bi këtu, por në një dimension të ndryshme, në mënyrë të ndryshme. Do me thonë, une nuk i kom hangër qurshijat e helmume. Unë i ha qurshijat e mirat, lane, të freskta, kështu që gjua ime nuk ka mu helmu kur. Prandaj unë e ku marrë me të regu dhe me thonë që ne mundemi me komuniku. Për atë arsye është edhe ajo logos dhja ke posa, dhe se ajo motja ime një stok që më konë sot edhe në Runik, është para se me votu, eja komunika me mu, eja bisedo me mu. Ishte moto juja kjo. Është e imja personale, sepse pa marë parasysh cila parti ne jemi vlazën, dhe duhet bisedojmë të komunikojmë që të bashkohemi, sepse peshohemi që propaganda e ndihmon vetëm dikuj, vetëm një qëllimi, kurse komunikimi, puna për bashkët, bisedimi i ndihmon tërësisë, i ndihmon krejt qytetarëve. Edhe kjo është pse une jam angazhu në politikën kosovare, që t'jem një shembull. E njeh Zvicra natyrisht, e njeh Gjermaninë, e njeh gjitha shtetet. Shembulli është gjithçka. Ne mundëm me lexu libra
pa marrë parasysh çka Marxa, Engelsa, po ato kanë met libra, ato janë teori. Ne duhet me mësu qysh me qep polluverin dhe me ba të plot. Dhe nuk është kjo e kallajshme. E këta që janë sot në pushtet kanë menu që është e kallajshme, po më i kum lexuar një 200-300 libra, 2000 libra edhe hiq ashtu. Jo. Teoria është një pjesë që ka. Në shtetet evropiane, teoria është pjesa më e vogël. Pjesa më e madhe është praktika. Dhe për me ta vërtetu këta, kur jam kanë mësus, se këtu i thuhet profesor, se kum dhënë edhe mësim 3 vjet që është në Heimer në Prishtinë, kur jam kanë mësus, e kum pas një nxënës që i ka pas teonë gjithë gjashtë, më të mirat nota. Po kur nuk e ka marrë diplomën, se në praktik kur s'ka mujt me kalu. Dhe kjo është ajo që unë sot peshë te qeveria e sotshme. Që këta në sytë e mi praktikën se kanë kalu kur. Pse qytetarët tanë janë kaq naiv, janë kaq vesh mbyllës, kaq sy mbyllës, që nuk i shohin këto, as vetë nuk jam i sigurt arsyen, pse nuk i shohin, pse nuk i ndëgjojnë, pse nuk ju thojnë stop. Stop. Pse s'ju thojnë stop? Ka dalë 6 vjet. 6 vjet. Ju thanë këty në partive tjera, s'keni bokur. Gjë 20 vjet, s'keni bok, këto s'keni bok këto. Na mergjimtarët, ose shpesh që shpo na quajnë edhe gërnaqja ka nis, e dikush edhe ma në ryshe, ne e shohim çdo herë. Unë që vi 10 herë në vit, dhe të edhin se shpesh shumë shek të këtë vite prindrit, se në fakt unë jetoj të qitak, po prindrit këtu më kanë jetu, dhe kur të vi, unë e vi 10 herë ndoshta, dhe çdo herë unë e shoh diçka të mirë në Kosovë. Përpara shumë kum po, mu veç e pyes veten, nëse për çato 20 vjet, s'pas kum pas bo kur gjë. Qysh mujti ky po thot me çliru Mitrovicën, me çka? Ku i bani ata polic kaq të fortë ky? I bani me shkop magjik? Po që ata polici kina bona 20 vjet. Që të FSK kina bona 20 vjet. Që të rrug, që të shkolla i kina bona 20 vjet. Po ky vish një nuk e bani që me thonë, okej, dhe ato për mua është sigurimi shëndetësor. Çdo gjë që ato se kina bën as nas parti tjera, u ko gabim trashanik. Po ky bre, veç që tonë të kish bën me thonë, okej, të kishëm thonë diçka, hej, e boni ma të mirën. Sigurimi shëndetësor është siguria e shtetit. Është siguria e shtetit. E një shteti. Një shtet që s'ka sigurim shëndetësor, për që ata na i qojna edhe ti din me kënu një kong pe i tyne që thojnë Gjermënt, i qojna njerëzit jashtë, që ti vet aj që mbledh për mi qu njerëzit jashtë. Sepse s'kem sigurim shëndetësor, s'kem shëndetësi të mirë, s'kem arsim të mirë, s'kem sport të mirë. Të rijat këtu lidhen me shëndetin dhe sigurinë e shtetit. Nëse ne jem sportista, nëse bëjmë sport, kem shëndet shumë më të mirë. Dhe që shtot profesor Dr. Fadil Qitaku, dhe më truni është shumë më i zhvillun dhe ka mundësi me kap shumë më shumë dije. Këtu fillen. Nëse s'kem shëndet të mirë, nëse unë sot shkoj dhe më duhet me shku me ushqy në anën teme në spital, para mendoje, që shkojnë aty me qëto rroba, ku e kem higjienën? Diçka ma të thjeshtë. Ma elementare. Unë pe bi smujen aty, unë s'po shnosh i kërkon. Unë pe bi një smuj aty. Është diçka shumë e logjikshme, edhe shumë e thjeshtë me bën, po nuk e bajmë, nuk e di pse, nuk e bajmë. Arsimin. Po thëm prap. Ne mas 26 vjet, 27 po i bajmë, mas lirimit. S'kemi arsim dual, nuk kemi. Pse? Ka që vogël që jem, kjo është me thjeshtë me ban. Shumë me thjeshtë është me ban kjo. Po, do të me ardhë njerëzit e djathtë në pushtet. Sepse njerëzit e djathtë në pushtet, ja dhon autonomin personit. Ja dhon autonomin individit. Dhe ai njeri i cili krijon diçka, ai e ka pavarësin. Ne kemi liftu për pavarësi, si një shtet, sikur ju, sikur te, sikur djali jut, ose jemi, knaqen kur të bëhen autonom. E ke pa knaqen. Wow. Ky zot një ja vjep ka 100, që aty ka 200, se s'do me lan mu bë autonom. Nuk do me lan. Do me lan të varun. Dhe këtu është problemi. Këtu është problemi. Dhe pa i bën këto 3 shtylla, 4 shtylla, ne i kena me qalu që po qalojmë këtë drejtim. Mirë, programi qeverisës jo kes.
Cilat sfera i mbështet mas shumë të pos këtyre që thatë ju? Sigurin e para. Energjin është mes dhe zhvillimi është në fund. Dhe po mundona me zbërthy. Po. Siguria, energjia dhe zhvillimi. Dhe zhvillimi. Siguria, ne kem një ish-kryeminist, një lider historik sepse kryetar tash është Ardian Xhini, një lider historik i cili ka kapacitetet më dëshmune që ekzistojnë në Ballkan e Liman Kosovë. Për siguri. Për siguri, po flas tash për fjalën siguri, po flas për sigurinë e shtetit natë. Dhe mirë, s'ka. Dhe pranimin e NATO është ku ka siguri më të madhe. Kjo ona e sigurisë, e para, e dyta. Zhvillimi dhe forcimi i AKI-s është diçka jashtëzakonshme, po aty fillon të njerëzit të cilët rrinë me ty e kërkush nuk e din që jo në AKI. E jo, si kur tani, vjen, unë e kam vllav në AKI. Kjo së siguri. Kjo hiq nuk e siguri. Ti s'ku të zanë më të regu mu që e ki vllav në AKI. Besa dhe por rjedhin informacionet. Kuptohet që kemë ko gjafë shtije, se i kena ata do për armeqve aty mrena, puna që i ka, na i kalon pak kjo kushtetute drejt qetë birit, po është problemi që por rjedhen edhe për pitonëve, jo veç për atyne, naturisht, po që kjo është, nëse forcohet shtylla numër 1 një sigurie, në e din Ramush Haradinaj në kërkush, se kur të punojsh ti me CIA, të e din që Ameriken e manë CIA. Dhe me thonë, e sigurën CIA, asë e sigurën ushtria, se që pa pos informat, që do me bote? Dhe ne duhet ta marrëm shemëll, dhe ta forcojmë AKI-n, para se ta forcojmë ushtërin, e ta forcojmë policin, AKI-n, se AKI-a të lajmëron, AKI-a shko polici të hej, po hinë ata atje në Banjska, që shi thujnë, po, anë kuptojnë. Dhe këtu na do të me kanë shumë të e para është kjo. Energjia, shiqa, është gjuna i Zotit. Ne jo me namnal rrima, është gjuna i Zotit. Kjo Kosovë ka që vërën. S'po ke munal, motha kryeministri. Jo, sa her ka thonë që s'ka munal, po neve po namnalet. Edhe një stëg, si ka 3 dit, që mu të rajime s'ka mujt me pone intervjist të eme midis i stëgu. Burri i saj pagun tatime ku me ditë sa, se është pronar i një firme. A më kuptaj? Dhe s'ka pas rrim me ndëgju një intervjist të imen. Para me nda, qka me thonë tash? Aj pas ka pas thonë që s'nalet, po ajo më ka thonë mu vetë, shkru me ka, s'mujta me pas e nal rrima. Para me nda. Pik vera te. Kryeministri Ramush Haradinaj e thët shpesh, dhe thët duhet me thonë, pa tjetër, që i ka lanë 2 kontratat në nënshkruara prej Amerikanëve, që aje thot që ma fështiru konë që ato 2 kontrata me marë se me formu shtrin. Dhe ato 2 kontrata ky zotnia që është pushtet, i ka hudhë. Nuk na vynë që myri, ja. Po, shkon atje 1 miliardja që janë armikut, pagun, rrim. Plus neve këtu, unë që të ditë nga kë, kur të vjen radhë vjen, edhe unë në shpitem për shratje, po, kur të vjen rrym 80 euro, 40, u konë 3 dit, 4 dit në banes. është që dje Zotit. A më kupton? Po, ka arrit, dhe kjo është edhe diçka e fort, armë e fort e tina në kuptimin politik, ka arrit me i verbu, ka arrit me i shurdhu njerëzit, qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët nuk dojnë me një dhe nuk dojnë me pa. Mu më ka ndodhë vetë, që me ndëgju kandidatin për kryeministër, Ardian Xhinin, një bised me një miktina, pse për e voton, ta ka bo qiton, nasht, 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 edhe krejt, po do me thonë qaq, verbalisht i votojnë. E pranojnë blanko. Pa e di qa po bojnë. Pa e cilë paketën heq. Dhe Bacazeq, unë edhe miqve të mi tana partive, po edhe ty, edhe krejt qytetarëve të Republikës Kosovës për ju thëmë, gjdo gjon që e bojna ne, të rritrit që kemi fëmi e familje, e bojmë për ardhmerin e fëmive dhe të familjeve tona. Dhe nëse ne e mjellëm një qorshi që është e eftë, nuk kina bo mirë për familje tona dhe për ardhmerin tonë, për fëmin tonë. Pra ndaj, unë i thras të gjithë politikantë, të gjithë, por i thras qytetarët, të menojnë mirë kujna pjadhon voten. Sepse gjdo gjanë sot që e bojnë mirë, kina me ndihmu shumë fëmin tonë. Gjdo gjanë që e bojnë keq tani,
kena me shkatru fëmin tonë. Kena me ju lanë peshë, që shna kanë lanë neve para ardhësi tonë. E din mo, kena liftu, 500 vjetë për me ardhët e pavarësia, dhe në ra neve hise me përmbyll, që se kem përmbyll hala, krejtë si shtetë, por, tek ja. Zhvillimi, që që thashe dhe pare, nëse nuk e ki pavarësin, për ma shemull Kosovën, kurse kishëm pavarësin, të e di shumë mirë që ka na lejeshin me ba. Na heken pe shkolla, na heken ta na onë, se kishëm, na i morën, krejt. Edhe nas si qytetar, nëse se kem pavarësin, nëse nuk na len me thonë, o bujk, punoj tokat, as një tatim 3 vjetë se du. Amo qaj që si punën, kom ja qi tatimin prunë. Dhe unë po të thëmë ty, pa as të një problem. Krejt tokat e Kosovës mos kime pa, as të njët pa punune. As të një s'kime pa ma djerë. Krejt kanë me i punu. Po nuk e bajnë, mërë vla, se bajnë, se po dojnë veç me përfitu për veti, po dojnë veç me shantazhu, po dojnë veç me nejtë në pushtet me gjdo kusht. Që kur të këqysh, 6 vjetë nuk janë pak në pushtet. Nuk janë pak. Hajde të shofëm vetëm një projekt. Thashon e vi, denjë 10 herë në vit, që të Kosovën tonë. Dhe kur i bi kësajt, nuk shkoj trup ka drenau si Skenderaj, po i bi ka klina për me orë mas pari kur që nëna e baba këtu, i bi ka klina në këtë anë. Onë e të merë, peg Lareves, deri, që ta shka njës pa Kulshuvic, që 6 vjetë mos mu kry qaj segment, nuk e di që ka mundet me thonë njeri sukses, nuk e di sa kilometra, nëse si ku matë kur, të i di ma mirë se shka në 27-8, jo ma shumë. Per sytë balit, më duket, vish me duri, këshumë kry dhe qëtë ashtë. Papagera, gjë, një akcel vullnetar. Deqi, ta ashtë e kishum kry. Te ona sociale, se më pyte edhe pak aty për para. Shiqë, mu më dhem zemra, ne bashkë me ty, na keni mu edhe te, kemi bon një familje që është qitak, këtu me shpi. Fatë këtësisht ajo familje, din mo që është e formune, pa dash me hinë detaj, dhe unë i kumë qua dhe i letër komunës, ju kumë ju lutem, se vipe që ati drejtimi 7 vjetë e gjysë kumë punu me fëmi me aftësit kufizuara. Dhe i kumë thonë, ju lutem, shpia s'ju një më kur gjë nëse nuk bëni ju diqka, nëse nuk e kujdestaroni ju, kanë nevoj për kujdestarim. Ne duhet t'i formujmë, shqyqa, neve na mungojnë punëtor social. Psikologu nuk mundet të na me i ban. Psikologa, ju. Ne duhet me fillu me punëtor social, që s'kemi më duket as shkollim për punëtor social. Nuk e njëfë që u bon. Se di, hajmërer ka pas fillu me bon, nuk e di e ka përfundu. Se pe që u bo korona, ma nuk mujta me shku. Prandaj, ne do të punojmë me shkolla shumë në arsim. Shumë. Neve na duhet para me ndoni një fëmi me aftësit kufizuara. E që në shkollë, mas 2 orëve të retë mësusja, hajde mere se s'maj me bo kur gjë, që ata prinder kanë musmu, si që kishtë. Dhe ata kanë me kushtu sistemi të unë. Na do të me pas mësusa special për ta. Pedagog special për fëmi me aftësit kufizuara. Dhe ata do të jenë jo 2 orë, po do të jenë 8 orë në shkollë. Sepse eksperti mundet me kalu me ta. Nona e baba jënë, nona e babë, munohen çdo gjanë, po e kanë shumë të ranë me përballu 24 orë. Varet për grade, e kanë shumë rënë. Dhe na jena shumë mbrapa, na jena tepër mbrapa me këto gjana. Janë gjana që shumë mundu me ba. Dhe nëse na vlejohet, ose na jepet mundësia, e mu ka dhanë të AOK-ja, duke falenderu shumë nga zemra, mikun tem në Zirgashin, por edhe duke falenderu dajën tem, ka merë Hajrizan, që ka insistu shumë që unë e pave pare jashtë, me ardhë, por edhe pse ka prit pak i dashëri, respektuari dhe një legjendë gjallë, Ramush Haradinaj, derisa mu ka duf me i tha po se i kom pas desene të mija, dhe ma ka dha mundësin, edhe më ka thonë i ki dyrë të ha, pra mirë se vjen të na, me respektin matë madhë, që ma bën edhe sot, të cilin e përshëndes nga këtu, që është i pa lëdhshëm, pun. Dhe unë jo marrë me e thonë, me e ban, me e dhanë një shemull,
që ka njerëzin që nuk e helmojnë gjuhën kur edhe i hajnë qurshijat pa helmune. Do me thonë, unë jam marrë me të regu një shemëll që na mundëm me bisedu pa u grind, mundëm pa u sha, mundëm pa i terrorizu qytetarë tonë, mundëm me bisedu. Dhe biseda, komunikimi, është qelë si çdo gjëje. E shohëm si të shtetet, si të fëmija vogël, si të nxënësat, si të futbollistat, sportistat, aty ku bisedohet, ka veç keq. Aty ku bisedohet, ka veç mirë. Dhe unë jam për ata i angazhuar. Që me dhonë një shembull në Kosovën tonë të dashur që e dojna shumë, se i kom bën 19 gati qëtu. Dhe ato t'jesin, gjithë jetën t'jesin, dhe dona me e dhonë një shembull që kena njerëz jashtë që kanë dëshirë me ardhë me ndihmu qëtë shtetë. Ta herë në hokon e letë kalimin nga PDK-ja në Ake, edhe më njëherë mu kandidu për deputet. Që shumë mirë pret kjo, sepse konkurenca është gjithë kull mena partive, që kjo sot derdh, sot në listë. Që shumë mirë pret. Është e letë, çdo parti, sepse na duhet mu liru prej aty në zonë. Duhet me i pranu kuadrot, ai që e donë partin, sinqerisht edhe përmes partije, donë shtetin, aty s'duhet më pas gardë, do thonë, hajde shoq. Bravo. Unë bëj pak shaka, ndoshta kjo lista e Partisë Demokratike ka qenë e vogël me nxon krejt njerëzit e mirë, dhe s'ka pas vend për mua, ndoshta, po ja vlom aty në miqve të mi që i kam, edhe do t'i kam gjithë jetën. Po lista AKS me gjas ka pas nevojë dhe i ka kërku më të mirë të mundshmit. Dhe tashti unë kom pas gjithmonë me që në dy janë, sepse janë dy parti dalën nga lufta, është një brum në fakt, është një brum, dhe mu shumë më pengon me të thotë drejten, e kom pas pe dikuj këtu një shkrim, një drenica kalon të AKE-ja, shiqa, duhet ta veç të kthehemi për mas. Në laushën legjendare të Drenicës, ushtria shtirimtare ka dalë për herë të parë në skenë. Dhe aty ka kanë Daut Haradinaj i Dugaxhinit, Muj Krasniqi i Dugaxhinit dhe Recep Selimi i Drenicës. Ka mujt me kanë Zahir Pajaziti ose Remi Zahir Pajaziti ma jo, po Remi për shembull ka mujt me kanë i Lapit, ka mujt tjetër i Karadak, ka mujt tjetëri. Na jena shumë të vogël me na nda kështu në regione. Jena shumë të vogël dhe une kur nuk e pranoj që Alianca është veç e Dugaxhinit dhe kur nuk e pranoj që PDK-ja është ka kanë ose ka me kanë veç e Drenicës. Nuk e pranoj. Kur e shiqon kryeministin Ramush Haradinaj që ka banë në këtë periudhën mas lufte. Ka bashkëpunu me presidentin historik Ibrahim Rugova, që nuk u ka letë atëherë, heq nuk u ka letë. Në periudhën më të vështirë. Procese. A më kupton? Ka bashkëpunu. Ka bashkëpunu PDK-ja. Sepse me Bajram Regjepin, PDK-ja ka bo kryeministin e parë, do me thonë. Dhe i ka mundësu kryetarit historik, që pas kënë fotat të mrekullueshme, me ata të jetë burra aty, të përzgjedhur. Me ke përzgjedhur, po mungojnë ato, po janë gjallë, e thashur mirë, dhe tash kur të është Adem Jashari oferti Ismail Qemali Skenderbeu, është e pajmal, është krenarie jona që kemë, dhe do t'i mbrojmë, do t'i rujmë me fanatizëm, jo me shkatru diçka, po me mbrojt, me i ru, me i zhvillu, sepse ata e kanë dash që na t'jemi kështu. Dhe tash para mendoje në shekullin ku jemi dhe në vitin 2026 të arriturat e Anton Qetës, të arritrat e Bacit Adem Demaci, të arritrat e presidentit historik Ibrahim Rugova, të arritrat e presidentit tjetër Hashim Thaçi Rambuje, të arritrat e kryeministit Ramush Haradinaj me bo vetëm bashkim gjatë këtyre viteve, me ardhur këtë gjendje ku sot jemi më të përqarë se kur. Me shkatërru ato të arritra, është turp që e lam, që i lam me bo këtë sene. Ne do të thojmë ka dalë më rëse që ta burra, edhe këta jenë ka shqiptarë si ti nderuar. As po dojna me sha, as po dojna me tho kur gjë, i burgosën politik, ka kontribu për shqiptari, edhe kë,
bëll, por do të më i thonë stop kur të ka keq, që thot kryeministri Haradinaj, edhe me të kisha bashkëpunu, po të ishte në rrugë të mirë. Po të ishte në rrugë të mirë, qysh kum bashkëpunu me Rrugoven, qysh kum bashkëpunu me Thaqin, qysh kum bashkëpunu me Sediun, me ato tjetë me ato, po edhe me këto bre kisha bashkëpunu, po nuk moj kur të në rrugë të keqe. Prandaj, ne si popull, si qytetar, do t'i thojmë, rruga është e keqe, stop, rruga është e keqe. Kthev dhe bëne, a okeja e ka mundësin, mrena një vit e gjysi. Një vit e gjys veç, premton që do ta kem gazin, do ta kem stacionin e gazit në Kosovë. Krejt Evropa punojnë me gaz në askemente. Edhe shtetet e Ballkanit. Aleanca thot, mas 3 vjete, kena maj pas 400 megawatt treja me qëmër tonin. Dhe s'kena nevoj bre kërkun që ta që po shesin e po blejnë e po fitojnë pare, kanë me fitu prap, sepse kanë me shit rrymen ton dikuj, dhe kanë prap me fitu. Por ju në këtë mënyrë edhe me na varfnu neve edhe me fitu, sepse na po blejnë. Kurse me këtu që Aleanca dënë me i ba, me këtu 2 projekte, na edhe kena me shit. Dhe ndoshta prap që ta që po na blejnë, na blejnë pej neve ju shesin atyne. Dhe prap fitojnë ata. Po dhe të na lajnë, t'i bojmë qitu për të mirën e qytetarëve. Bravo, po dhe të menon qytetari, e ti thot, stop, po du me qita, sepse po du me bon qita. Pra ndaj thras qytetarët, ta votojmë Aleancën, ta votojmë Ardian Gjinin, një njeri i shkolluar në Angli, një profesionalisht i jashtëzakonshëm, një manager. Unë jam kënaq kur jam konë Gjakov, jam kënaq edhe pse rruga nuk është smunet kjo, du qeveria, ama në qytet, përbes jam kënaq. Kom lom se më aty 2017-2020, qëtë muj një dit jam shku në Gjakov me dhomësim. Të merë rukon, kër e ka mora Ardian Gjini, shko shiqaje. Knaqësi. Ajo praktika që e thash. Ajo është dëshmim. Prandaj e kem një kandidat pe ma të mirëve, të mund shumë sot, dhe ta votojmë, jo me thonë, ja ola, ta votojmë 10% një shumë që aty 12%, jo, ta votojmë me 20%, me 30%, sepse është në mirën tonë, më është në mirën fëmijëve tonë, a ka prind që ja dënë të keqen fëmijëve, dhe të menon pashku në kuti dhe dhe të thotë, hej, 1-2-8, kjo do tjetë adresa e votuesve të krejt Kosovës, jo vetëm të istogut, krejt Kosovës. Ta herë na duhet ka pak me au bo derte dhe dëgjuzve, se na me ta vazhdojmë këtu, me neve në zdet Ferataj, Nipi Selmon Kadrisa, Gron Hasona nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E përshëndes shumë. Të këtu në ndjek. E përshëndes shumë. Bajram Salijaj nga Kërnina, Halil Krasniqi po thot respekt për Tahirin. Përshëndetje, respekt gjithashtu të jashtëzakonshëm. Mujo Kelmendi po thot edhe patriot edhe hajnë s'ka. Faleminderit shumë, s'ka problem, nuk e di këtë hajnika e ka marrë, po. Jo, nuk e ka për juve. Okej. Është kjo thonja që e tha kryeministri Kurti në një tubim fushat zgjedhore, tu aludu në opozitën, që ata patriota po dhe hojna po. Nuk e pak për juve. Flura ti më falë, se më ka ikse, unë jam fushat dhe nuk më në nëmë të gjithë gjithë. Këta është tem gjithkun, edhe patriot edhe hajnë. Shiqa, tash nuk e dim cilë ma patriot këtu. Se aj po thot patriotizmi është me pështu shtetin, me bokton, sot patriotizm sot është me zhvillu shtetin. Unë s'pesha që të zhvillim. Na po mundohu me zhvillu shtetin. Duke maru termocentral, duke pru gazin këtu, qaj është zhvillimi shtetit? Unë nuk e di qka po thot aj qysh do me zhvillu shtetin. Tu e shliru Mitrovicën, se ka kone e pushtune. Halil Alia nga Austria, përshëndetje dhe respekt për juve, por njëkohësisht respekt edhe për musafirin. Hashim Qitaku, në çdo zgjedhje, asnjë parti nuk ka asnjë program me tema kryesore si shëndetësia, ekonomia, arsimi, siguria dhe mbrojtja kundër armikut shekullor, qetnik, serb. Nuk po
nuk po dëgjoj nga asnjë parti shqiptare që i kanë këtu. Ti të nga i përmene. I përmene, përshëndes ligjen tem shumë. Sigurinë e rënditë në rëndë, por që bashkë më pëlqej fort. Bashkë më pëlqej fort. Përshëndes shumë, e kom migjë, e du shumë dhe do t'a du gjithë jetën pa morë parasysh bindje politike tona, sepse ai njeri, ju më konë me ilustru pak, ju më konë 93-ën dhe e kom shkru një gjysë libre për këtë migjë temin, sepse ai ka qenë aktivist i pandashëm i LDK-s. Ka qenë një aktivist i qmendur dhe ka punu shumë për shtetin, e përqafoj shumë dhe i thëmë 100.000 herë faleminderit për çdo gjë që e ka bërë. Bekim Mehmet Tukaj, Bajram Salijaj, Mehdi Ferati, Nezdet Ferati, Velka Sniqi, Fitim Bajram Thoqi, Besnik Magjarraj, Faza Shala, edhe plot të tjerë të cilët kryesisht kanë përshëndetje për juve, po jo edhe ndonjë pyetje konkrete. Ora 20:42 minuta, deri në ora 20:30 i kem pas fjallët. Edhe qështë shkoj koha? Shkoj shumë shpejt, koha, kisha pas qef me pas edhe naj kritik, më lexu. Përbes nuk ka. Demokraci është shumë e vlefshme, jo sharje, kritik, thash, jo sharje. Ja, nuk ka. Sepse nuk këto, ma tepër, këto emisione nuk e kanë për qëllim me kritiku dhe me shah. Këto emisione kanë për qëllim me pyet kandidatin çka bën ti për neve, që na më të ebë votën. Absolut, dhe kjo kishte qenë shumë e meje e mirë se ardhur, shumë. Une prapë po thëmë, pa e zgjatë shumë, sepse qysh e the edhe ti, une flasë vetëm për ato ku jam, me thonë i fort, kuptimin e asaj ku marrë eksperiencë. Dhe ajo është, natyrisht, është sporti, është shëndetësia dhe arsimi ku edhe fola. Unë e fola dhe për shtyllat e partisë, do me thonë që i kemi, po ato tria që i fola unë, aty kom eksperiencë të jashtëzakonshme. Dhe natyrisht të diaspora, sepse unë jam për Gërnoqav. Dhe të diaspora, unë jam vetë, jashtë partisë ndoshta pak, po unë du që për diasporën, për kandidat nga diaspora, me votu vetëm diaspora. Dhe me pas, me bo një ligjë, sikur që e kanë mundësi serbt e pakica tjera, me boj ligjë që diasporës minimum 5 vene me i siguru në Parlamentin e Republikës Kosovës. Dhe na mos me pas nevoj, as me kandidu për partit tona këtu, po vetëm për partit atje, dhe votusit mos me pas nevoj, heq, me fluturu e me votu këtu, po me votu për kandidat tona atje, dhe mos me pas përqarje që s'ka pas afer 13 vjetë, asë një përqarje në diasporë s'ka pas. Asë një përqarje, dhe mon pej marveshjes, të hashim thoqit me Fatme Sejdiun, mas të palës pavarësis, të gjitha aktivitetet i kanë shullë, LDK, PDK, AKE, të gjitha, dej sa na erë levizjave të vendosje me propagandën e vetë që duhet pa tjetër marrë në pushtet, edhe ne boni qësh, ne boni tashtë ma. Qa me, nas munu me thonë, as po shaj, as po thëmë, pe ka dhe vish një dëvërtet, që najna kanë rahat, dhe integrimi i shqiptarëve në diasporë, mas shumë t'i ka ndodhë qitë periudhë Bacazeq. Integrimi i shqiptarëve në shtetet ku jetojnë, ka ndodhë mas shumë t'i, mas shpallës pavarësis, deri në vitin 2017 ose 16, kur janë nisën veveja me bon prapë. Fushata jashtë, e kështu. Për shembull, unë e pash këtë bimin në Cyri. Kur s'kom pa, një ko politikanë zvicër, të regova, një ko këshiltar. More, as demonstrata s'kem pas ka shmëllaja. E li mo të bim për një shtet total tjetër. Kraj tjetër. Që është diçka parashikueshme. Dhe tasht, kryeministri prap mos dale adin se unë kam votu, si falenderoj shumë votuesve vetë vendosjes që më kanë votu jashtë. Domethënë unë kam votues vetë vendosjes që ju besoj, i lus pej këtyhit, asë një fotografi se du asë një dëshmi, pej kërkuj, po unë ju besoj ku të më thujnë kena me të votu, dhe unë e di që minimum 19 antarët vetë vendosjes më kanë votu jashtë Kosovës. Këto e di, ma kanë dhënë edhe fjallën. Prandaj, besa dhe fjalla shqiptarit unë e maj shumë, son me 18 jam dalë dhe ju met me ata, dhe unë jam teper i knaqën që votus që dejsa dhe kanë votu vetë vendosjes më kanë votu mu. Këtu jam teper i knaqën dhe atë vota, që si ka vjedh kush rrugës, kanë me ardhë. Që i ka vjedh, s'kem qa me ba, sepse është jeta qishtu. Edhe kjo është demokraci.
Mirë, qyri ma kem në i pytje. Avni Kadria, Miftar Pukaj, jo, nuk kemi pytje. Taherë, unë du më të falenderu shumë. Faleminderit edhe. Edhe du me ju bo apel dhe gjuzve me votu numrin 128 edhe numrin 109 taherë Citakun. Faleminderit shumë. 128 është partia bazë, Aleonca për Armërinë e Kosovës, edhe numri personal i taherë Citakut është 109. Ju kisha lutë ta mbështesim dhe ta kemi në Parlamentin e Kosovës një zën ndryshe që vjen nga Margata, një kuadër deficitar edhe për shtetin prej nga vjen Selimo për shtetin e Kosovës, i cili do të asilte një përvoj krejt më ndryshe në vendin tonë. Faleminderit shumë, respekt, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E une, po du mi ju përshëndet juve, miqë dhe dëgjues të nderuar, ju uru në natë mirë, edhe me juftu që nesër prej orës 8 të vazhdojmë të jemi sërish së bashku në programin tonë, të mëngjesit me aktivitetet tjera, me mysafir tjerë, edhe krejt këtu në kuadër të kësaj fushate zgjedhore për zgjedhjet e 7 qershorit e 2026. Gjithat mirat, natën e mirë dhe pushoni pak.